Unë jam Fatmir Sashaj, koordinatori i programit Dream Academy. Ky program ka filluar në vitin 2018 dhe është krijuar enkas për adoleshentët që kanë një prind në burg. Qëllimi i këtij programit është që këta adoleshentë të mund të arrijnë potencialin e tyre, që ëndrat e tyre të bëhen realitet dhe nesër pas nesër ata të jenë antar të vlefshëm të shoqërisë shqiptare. Një nga proceset e punës time në Dream Academy është vizita në familje dhe gjetja e personave të rinj për të bashkuar me këtë program. Në një nga këto vizita në familje, pash diçka vërtet që më shokoi. Ishte një shtëpi në Shqipërinë e Mesme, një kodër që një rrugë e ngushtë që çonte vetëm tek ajo familje. Kjo shtëpi ishte e veçuar nga fshati, por sa u futa në bojën e asaj shtëpie, shikoj dy vajza që në një ditë të bukur dhjetori, me diell, por ftohtë shumë, ato po studionin jashtë. Kurioz për këtë gjë, e pyes se i them, "Pse po studioni këtu?" Dhe ato më thanë që ne po shfrytëzojmë momentin e dritës së diellit sepse ne kemi një vit e gjysmë pa drita. Po kjo nuk ishte vetëm një pamje të shtueshme që mund të shikoje. Sa hyje në shtëpi, ti mund të dalloje vërtet kushtet e mjërueshme që ata jetonin. Kur po i shpjegoja mamas për programin Dream Academy, po shikoja në sytë e saj që më shumë ishte e interesuar tek strehimi, tek ushqimi dhe të siguria e fëmijëve, dhe as i shkonte në mendje për të patur një vajzë në universitet. Ndërsa po largohesha me idenë që kjo familje ndoshta nuk do të bëjë kur pjesë e Dream Academy-s, vajza e madhe me vrap po vin dhe më takon: "Xhaxhimiri, unë dua të bëhem pjesë e Dream Academy-s, sepse vërtet ëndrat e mia janë të mëdha, sado që më duket paralizueshme." Biseda të tilla ne shikojmë dhe dëgjojmë çdo ditë në punën tonë. Dëshira jonë është që ne të ndihmojmë çdo fëmijë. Po le ta nisim me disa hapa të vogla. Ti sot mund të bashkohesh duke dhënë një shumë të vogël për një fëmijë që të shkojë në universitet. Prandaj unë juftoj të gjithë juve të bashkohet fushatës në të çojë një udhë.